por nuk ka gjë më nihiliste se sa kjo majorancë që sjell sot 5 projektligje në këtë sallë për të miratuar, pra për të numëruar bujqësinë, për të sjellë disa standarde më shumë, ndërkohë që në Sirtar po mban një projektligj tjetër diabolik, i cili me sa duket do vi shumë shpejt. Pra është ligji ose projektligji për shitjen e tokës bujqësore publike ndaj shtetasve të huaj. Shqipëria ka rreth 120.000 hektar tokë bujqësore në pronësi të shtetit, dhe në vend që qeveria të mendonte seriozisht që këto toka të përdoreshin për kompensimin e pronarëve shqiptar, të cilët ende presin një përgjigje nga qeveria ka plane tjera dhe ka nisur zbatimin për miratimin e këtij projektligji me porosi në Parlamentin shqiptar. Shifeni këtë foto. Ndoshta këtu në sallë nuk e njohin shumica, por shqiptarët e njohin shumë mirë. Ky është Osmani, aktori turk, që erdhi vjet në Vlorë, bëri një 2 ditë pushime, takoi kryetarin e bashkisë dhe na ushqit sikur erdhi të promovojë turizmin shqiptar. Dhe qeveria shqiptare përmes një vendimi të posaçëm i dha Osmanit rreth 1 milion metër katror tokë, një nga zonat më të lakmuara të Vlorës. Më thoni ju të gjithë mua, a është e falshme kjo gjë? Që një pronë e lakmuar t'i jepet një personazhi, ashtu se që danë 4.2 milion euro Kanye Westit? A nuk është kjo një shitje e Shqipërisë? Se çfarë do të bëjmë më shumë një qeveri, një kryeministër të shesit Shqipërinë? Një pronë që ende sot është gjyqeve, që 10 familje presin nga shteti shqiptar për kthehet tokën e gjyqeve të tyre, Edi Rama jep një tjetër palaçoje, si punë e këtij, që janë si prestanome. Hiqni dorë nga këto, respektoni të drejtën e shqiptarëve për pronësinë, sepse ndryshe fundi juaj do jetë shumë më i rëndë se çka keni imagjinuar. Nuk është thjesht largimi nga politika. Nuk është thjesht largimi nga politika. Mos guxoni ta sillni atë projektligj në parlament, sepse parlamenti më pas do rrethohet nga 10 mira pronarë shqiptarë që nuk do e falin më Edi Ramën. Edhe ty ta ulant, patjetër. Dakor? Ty të parin. Gënjeshtar me pagesë. I vetmi njeri që do mbajsh mend në kuvendin e Shqipërisë që erdhe si një mbajtës çante i një deputeti tjetër, je ti. Tani më thon kolegët që të nxjerr mesazhet të tua dhe të familjarëve tu. E di mirë ti, mbyllë gojën. Mbyllë gojën. Tani gënjeve këtu, zonja kryetare, është një zhurmus. Do merrni masa ju? Zoti Kapri, të lutem, ju të rreq vëmendjen. Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen, ju lutem, Zoti Kapri, qetësohuni kur folët ju. Kur folët ju, Zoti Kapri, nuk ndërhyri njëri. Ju lutem, Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen edhe një herë po ju them. Ju lutem qetësohuni. Kur flitni, mbani përgjegjësi për ato që thoni. Kështu që ju lutem mos reagoni në këtë mënyrë. Po. Ju lutem qetësohuni. Vazhdoni Zoti Balla. Nxehja është provë e së vërtetës. Kur nxehesh, tregon që e ke mizën nën kësul. Dhe miza lëviz edhe të shkakton çorientim mendor. Zotri, ti je një gënjeshtar me pagesë. Erdhe këtu, bëre përsëri të njëjtën gabim dhe u kape përsëri me presh në dorë. Ju referove ligjit për tokën bujqësore. Sikurse edhe ligji për censin e bujqësisë është një ligj që është pjesë e detyrimeve të Shqipërisë në kuadër të marrëveshjes për anëtarësimin në Bashkinë Evropiane. Erdhe këtu dhe the
që ligji për tokën bujqësore është me porosi dhe po e bën Taulanti me porosi, ndërkohë që Taulanti Bika pas ka korruptuar Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, një kapitull të marrëveshjes për antarësimin. Prandaj, gënjeshtrat i kanë këmbë të shkurtra, mban në dorë një letër bakalli që nuk thot asgjë, vjen këtu dhe vazhdon të mbrosh interesat e familjes Agron Shehajt, nga i cili paguesh, dhe duhet ta dish që Agron Shehaj, së bashku me familjarë të tjerë, të tij, përfshirë dhe njërin që e ka pasur dhe drejtor të kadastrës së Vlorës, janë ndër personat më të përfshirë në hajdutrin dhe në masakrat e pronave në Vlorë. Arsyeja pse padronin tënd, tutorin tënd, politik, nuk e votoi në Vlorë është pikërisht se një ballist si puna e tij dhe puna jote kanë grabitur pronat. Ndërkohë ligji për tokën bujqësore nuk ka lidhje fare. Nëse do të hysh në Bashkimin Evropian, thot Bashkimi Evropian, duhet parafrosh legjislacionin tënd me legjislacionin tim, thot BE-ja, me atë që quhet aki komuniter. Jo hakiu nga komune terrës. Që ta kuptosh, jo hakiu nga komuna terrës. Por aki komuniter është legjislacioni i BE-s. Mbaje lart atë. Mbaje, sepse të duhet për rrillin e radhës. Ndërkohë që, po të shpjegoj, në këtë legjislacionin evropian, thuhet qartë që jemi të detyruar dhe ne, Shqipëria që e kishim në ligj, pa mundësimin e shitjes së tokës bujqësore, duhet që ta afrosh atë me legjislacionin e BE-s. Kështu e ka Italia, ku Agroni Gonja ka bler tokë, ka bler vilën, ka bler dhe tokën, se po e shifsha në Google Earth tani tokën e Gonës, mirë, e çdo qeshi gjithë Shqipëria. Dakor, e çdo qeshi. E kur të dalin ato shkreta. Patjetër. Kështu u gabim ka. Ore, gabime kam unë, po njërin e çova, njërin atë gjyshën e babajnë e Gonës. Kur çova babajnë e Gonës, Gonën nuk e kam asgjë, e kam pesha pupull. Kështu që do presish. Sepse në Itali, Gonja shkon dhe blet e tokën, edhe vilën, edhe tokën. Ne duam të hymë BE, do blesh edhe vilën, edhe tokën. BE-ja do duhet ta shesish edhe tokën. Nuk. Atëre, pavarësisht betejës politike në këtë parlament, midis të rrezë dhe të vjetrës, kur nuk kemi guxuar të përmendim familjarin e askujt. Dhe sa po e bëri Taulant Balla duke më shantazhuar në këtë parlament duke më përmend mua familjar. Pavarësisht betejës që kemi me Taulant Ballën, që çfarë s'ka thënë, çfarë s'ka bërë kundër nesh, dhe shantazhet që e vazhdon, nuk kemi guxuar t'i përmendim asnjë familjar të tij. Vjen këtu dhe më shantazhon mua me familjen time. Dhe ky është një model që ndryshon, që përdorin gjithçka për të shantazhuar çdo që ka guximin të thotë qoftë edhe mendimin e tij, të përmendin familjarët. Se çfarë duhet ndodhi më shumë? Domethënë edhe familjarët të përdorin. Tjetër, zoti Balla, sa po fola për një denoncim konkret. Ta thash, nuk pa dhe guxim të flasësh për Osmanin. U more me familjarët e mi, por nuk fole për Osmanin. 1 milion metra katror mori kyte në Vlorë, me vendim qeverie. Pse nuk fole për këtë? Për banorët e Vlorës që janë 10 familje që presin në përgjykata të marrë porosin e tokës dhe ja japin Osmanit. Dakor, sa për shantazhet e tjera nuk pinuj, ke provuar gjithçka me ne Taulant. Dhe si që shikon, përballë na ke dhe përballë do t'jemi gjithkohës. Dhe do ta shikosh Taulant
se kush do dali më herët nga politika. Megjithse të marrë shembull ty për politikë, nuk ke se çfarë mund. Pavarësisht betejës politike në këtë parlament, midis të rrezë dhe të vjetrës, kur nuk kemi guxuar të përmendim familjarin e askujt. Dhe sapo e bëri Tauland Balla duke më shantazhuar në këtë parlament duke më përmend mua familjar. Pavarësisht betejës që kemi me Tauland Ballën, që çfarë s'ka thënë, çfarë s'ka bërë kundër nesh, dhe shantazhet që e vazhdon, nuk kemi guxuar t'i përmendim asnjë familjar të tij. Vjen këtu dhe më shantazhon mua me familjen time. Dhe ky është një model që ndryshon, që përdorin gjithçka për të shantazhuar çdo që ka guximin të thotë qoftë edhe mendimin e tij, të përmendin familjarët. Se çfarë duhet ndodhi më shumë? Domethënë edhe familjarët të përdorin. Tjetër, zoti Balla, sapo fola për një denoncim konkret. Ta thash, nuk pa dhe guxim të flasësh për Osmanin. U more me familjarët e mi, por nuk fole për Osmanin. 1 milion metra katror mori kyte në Vlorë me vendim qeverie. Pse nuk fole për këtë? Për banorët e Vlorës që janë 10 familje që presin në përgjykata të marrë porosin e tokës dhe ja japin Osmanit. Dakord, sa për shantazhet e tjera nuk pinuj, ke provuar gjithçka me ne Tauland. Dhe siç e shikon, përballë na ke dhe përballë do t'jemi gjithkohës. Dhe do ta shikosh Tauland se kush do dali më herët nga politika.